E pra të dashur miq, ja ku po kthehemi sërish të bashku në kanalin Monitor TV për t'i dhënë edhe një herë vëmendje Eglit edhe Gjestit. Ditën e djeshme ato kanë patur një sër diskutimesh, do me thënë që në mëngjes kur Gjesti mori cigaret dhe futën në debat Olën, ku më pas ky debati vazhdoi nga dhoma e gjumit në tualet, nga tualeti në verand, edhe në një bisedë me Gertën, që në fakt Gjesti po bënte në verandën e shtëpisë së Big Brotherit, aty u përfshi edhe Egli nga pozicioni ku ajo ishte ulur. Egli po bisedonte dhe gjatë kohës që Gjesti po bisedonte me Eglin, me këtë Gertën, Egli e nxirrte mashtrues, i thonte po këto fjalët. Më hudhe për 3 muaj, thonte Egli. Më mohove tani të leverdis sepse ke interes. Je hipokriti, thonte. Do me thënë, më hudhe për 3 muaj, më mohove, tani thonte të leverdis sepse je hipokrit. Ke interes, mbylle se po le kokrën e namit. Nuk e pranoj as një herë në këtë shtëpi se kishte gjë me mua, se ti je i paftyr, se më puth mua në krevat, dhe tër ditën thua s'kam asgjë me mua. Dhe vazhdon e bën, mos ki frik, dhe vazhdon e bën, do me thënë, vazhdon e bën, i bie që Gjesti dhe Egli vazhdojnë të puthen, ose në dhomën e gjumit, ose në dhomën e rrëfimit. Tani për të dhoma e gjumit nuk ma merr mendja se do e kishim parë deri më tani. Gjesti nuk ka hyrë në krevat të Eglit, nuk ka hyrë ndër organ të Eglit, por ndoshta në dhomën e rrëfimit, ai e ka puthur Eglin, sepse kjo thot vazhdon e bën. Dhe çfarë vazhdon të bën ky? Hajma shkruani ju në koment çfarë mund të bën ky. Gjesti, pas bisedave të ndryshme, dyshon se Egli bën diçka pas shpinës së tij, që po ri tër ditën me Aldon me ja fut atij. Gjesti i thot kjo është akuz pa lidhje, e Egli i thot ti meru me hallën tënde. Do me thanë, banorët luftojnë, grinden, që të dy kanë inate, kanë mlefe të akumuluara, por Egli ka një inat se përse i thot Gjestit nuk bëhesh burr, edhe të dalësh të thua që unë po këtë gocën e kam puth, e kam prek, kam kaluar momente me të, ku në organ, ku në dhomën e rrëfimit, dhe unë asnjëherë nuk dola që të them publikisht që kjo goca është e dashura ime. Unë nuk e bëra këtë gjën. Tashi Egli në këtë gjë i vihet Gjestit gjatë gjithë kohës. Dhe Gjesti mundohet që t'ja kmerret Eglit, do me thënë që të dy shkojnë me para fytyrime nëse unë ta bëj këtë gjën si do ishe ndjerë ti. Do me thënë e gjithë situata është kjo në këtë mes. Nuk do të thotë që ato të dy nuk duhen, nuk do të thotë që ato të dy grinden dhe s'kan dashuri, por është ky fakti që Egli është shumë e lënduar nga veprimet e Gjestit, edhe tashi mundohet që t'ja vënë në paj që ti e ke bërë këtë, e ke bërë këtë dhe e ke bërë këtë po dhe këtë, dhe në anën tjetër po bën dhe këtë. Dhe kjo gjëja besoj që është një diçka që sjell diskutime dhe dinamik në shtëpi. Për shembull, pas gjithë debati që patën në verandë, gjatë orëve të darkës, Gjesti dhe Egli u shtrinë në dhomën e gjumit. 5 minuta që ndruan bashkë në dhomën e gjumit, 5 minuta që ndruan të lumtur, në minutën e 6 filluan që të grinden, filluan që të acarohen, të irritohen me njëri tjetrin, vetëm e vetëm për faktin sepse Gjesti thonte Egli që ti po ri tër ditën me Aldon dhe mundohesh mua të mangulesh pas shpinës tikën, ndërsa Egli thonte që ti ik meru me atë hallën tënde, që jeni njerëz pa shtyllë kurizore, që mundoheni të më cenzuroni mua, vetëm e vetëm të dilni sa më bukur ju, të keni ju një imazh të pastër jashtë, po këtë nuk e kaloni, thonte dot ty, në shpinën time. Tani, Gjesti nuk ka as një lloj informacioni për jashtë. Egli ka një super informacion dhe ka hyrë me një fotografi jashtë mase mirë të ngjyrosur nga jashtë. Dhe në këtë moment, Gjesti nuk po arrihet dot të kupton se ku është qëllimi i Eglit dhe çfarë dëshiron ajo t'i thot atij. Ndërsa Egli po ja thot gjërat që kanë ndodhur në shtëpi dhe Egli po priste, do me thënë që të merrte një dritë të gjelbërt nga ana e Gjestit, edhe pse në një nga prajme Gjesti e tha që
unë e kam të dashur më tash Eglin, Egli u gëzua shumë, por siç duket kjo e thëna mbeti vetëm në një të thënë. Dhe kjo është fenomeni që tashmë më së shumti e vret Eglin dhe Egli mundohet që në të gjitha rastet, domethënë, t'ia thot Gjestit ca gjëra dhe ta bën të ndjehet siç është ndjer ai dhe Egli nuk beson në shoqërinë e Rozanës edhe të Gjestit. Në anën tjetër, Gjesti mundohet që t'i thotë se ti po më përdor mua me Aldon, sepse Gjesti nuk dihet se çfarë po ndodhen jashtë. Unë mendoj që kjo situata në shtëpi është i çike dhe presion kundër drejt Gjestit, edhe pse fansat e thonë që mund të jetë një strategji mes Eglit edhe mes Gjestit, mua nuk më duket strategji kjo. Më duke në ndjenja të acarit të vërteta që një çift kur dashuron shumë edhe nuk është i realizuar arin në përmasa të këtilla. Egli kur e ka vëmendjen e Gjestit nuk i mban këto qëndrime, por kohën e fundit edhe gjatë kohës kur e ka vëmendjen mundohet që të mbajë këtë qëndrimin. Kam ndjekur mbrëm me detaje koktelin e organizuar nga çunat e shtëpisë drejt vajzave pas pasarelës që bën për Perlën. Egli pa marrë parasysh që Gjesti po e respektonte, po i mbushte gotën, po e bënte të ndjehet një gocë tepër e rëndësishme. Domethënë është ky defekti që gocat e kanë që duan të ndjen të rëndësishme në një vend, duan të marrin vëmendjen, duan të kenë vëmendjen e të gjithëve, duan të duken fenomenale, etj, domethënë fenomene të këtilla. Dhe Egli këtë gjën po bën, domethënë në shtëpi Egli po bën këtë gjën, ka përzgjedhur që të futet në shtëpi me një damën e saj, me një Egli e cila është e pakapshme, e parëzueshme, e pathyeshme, duhet shumë të vraposh pas saj për t'ia bërë mendjen, edhe pse në shumicën e rasteve Egli rëshket nga ky akulli, duke thënë që unë nuk e di se çfarë mendimi do kenë prindërit e mi, se në qoftë se më japin dritën e gjelbër prindërit e mi, unë do ta bëja këtë gjën, apo do ta bëja Gjestin të lumtur, apo do i thoja po. Domethënë, këtu ka në mes një dashuri, por Egli nuk e lëshon veten e saj menjëherë, sepse mundohet në të gjitha gjërat për t'ia nxjerrë gjërat Gjestit, nga që lufton me dy karta. Thot, në qoftë se kjo dashuria do të ndodhën, unë jam e fituar, por në qoftë se kjo dashuria nuk do të ndodhën, unë të paktën mos të mbetem kjo Egli për ndjekse, mos të mbetem kjo Egli që kam vrapuar pas shuna, mos të mbetem kjo Egli që kam luftuar për një djalë. Domethënë mendoj që kjo është analiza e Eglit dhe Egli e do shumë Gjestin, por ka frikë të hedh hapin e parë, sepse Gjesti në natyrën e tij mund t'i duket një karakter ndryshues, a Gjesti ka dy qëllime. Gjesti ka qëllim të fitoj Big Brotherin dhe të siguroj familjen e tij, por në anën tjetër ka ndjesi edhe për Eglin, sepse nëse nuk do kishte Gjesti ndjesi dhe dashuri për Eglin, ai nuk do t'i kishte shkuar mbrapa. Ky është mendimi im, unë dua të marr komentet tuaja për këtë situatë, jepni mendimin se çfarë mund të ndodhë mes këtij çifti.